bëj thirrje edhe zonjës Balje, edhe zotit Hoxha, që të heqin dorë nga qasja bllokuese, sepse nuk kemi këtu në pazar ku shitemi dhe blihemi. Është çështje parimore konstituimi i kuvendit. Dhe më pas kuvendi merr përgjegjësitë e veta dhe më pas vazhdojnë me punët të cilët do duhesh. Unë nuk kam informacione të tilla vërtet. Po tani unë nuk mund t'ja përgjigje për çka thot kryetari i Aleancës, sepse kryetari i Aleancës flet vet. Unë mund t'ju them atë çka di unë, edhe nuk ka pasur, unë nuk di për pazare të kësaj natyre. Unë di që ka pasur biseda të vazhdueshme për t'i vendisuar që duhet marrin pjesë në votimin e kuvendit, dhe tani nuk jemi tek faza e votimit për një person, se e di që tendenca është goxha e mirë sa ardhur në opinion për ta orientuar të gjithë debatin rreth një emri të përveçëm. Çështja kemi gati 10 seanca ku çështja nuk është më emri i përveçëm, por është votimi i fshehtë dhe jemi tek procedura prej të cilës nuk mund të kthehemi më mbrapa. Prandaj ftoj ju si media, i ftoj edhe qytetarët e Republikës Kosovës që ta shfaqin qartë mendimin e tyre që kuvendi duhet konstituuar. Procedurat janë jo vetëm të qarta, po janë të provuara dhe të implementuara kaq e kaq herë, dhe kjo bllokat është e pakuptimit. Ai që voton për, asnjëherë nuk është bllokuesi një procesi. Vota ose mos votimi bllokon proceset. Nuk mund t'ia shtroni këtë pyetje atij që ka 20 seanca, që në çdo seancë çon dorën për të votuar për zhbllokim. Këtë pyetje duhet t'ja ushtroni atyre të cilët e bllokojnë procesin, sepse të mos marrësh pjesë në votim, duke shkelur hapur një vendim të gjykatës kushtetuese i cili e thot qartë që si deputet je i detyruar të marrësh pjesë në votim. Askush nuk po ja imponon që duhet votojnë për. Le të votojnë kundër, le të na sfidojnë, por dëshira nuk është për të na sfiduar, dëshira është për të bllokuar proceset edhe për ta paraqitur Kosovën si një shtet jo funksional. Prandaj kjo duhet marrë fund. Edhe kjo pa presion publik nuk besoj që do të marrë fund.